projektit fuqizimi personave me aftësi të kufizuar nëpërmjet ekonomisë qarkulluese lindi për shkak të një nevoje konkrete që personat me aftësi të kufizuar kanë në të gjithë Shqipërinë. Ata shpesh për shkak të mungesës së një sistemi të ofrimit të mjeteve ndihmëse nga shteti, një sistemi do thoya të qëndrueshëm të ofrimit të këtyre mjeteve ndihmëse, personat me aftësi të kufizuar kanë karrige me rrota e mjete të tjera të dhuruara nga palë të tretash, të përdorura, shpesh të vjetruara, që për shkak të mos mirëmbajtjes dhe riparimit të tyre, përfundojnë në plera duke shtuar kështu mbetjet nganjëherë të rrezikshme, siç janë bateritë e karrigeve elektrike me rrota, të cilat dëmtojnë në një farë mënyrë mjedisin, jo vetëm dëmtojnë mjedisin, por në njëjtën kohë lënë personat me aftësi të kufizuar pa një mjet që është jetësor për lëvizjen e tyre dhe për jetën e tyre të përditshme. Nëpërmjet këtij projekti ne kemi synuar që të ngrejmë një model shërbimi që synon riparimin e këtyre karrigeve me rrota në të gjithë Shqipërinë, pra persona me aftësi të kufizuar nga gjithë Shqipëria na kontaktojnë, shprehin nevojat e tyre, ne kuptojmë cilat janë problematikat, për çfarë mjetesh ndrimi ka nevojë karriga ose mjeti tjetër lëvizës, bëjmë porosit e pastaj mekaniku që është një person gjithashtu me aftësi të kufizuar shkon në shtëpitë e tyre, në banesat e tyre dhe kryen riparimin. Në këtë mënyrë, si më thënë, ju shërbejmë njerëzve që të kenë mjete cilësore që ju zgjasin më gjatë, por në njëjtën kohë edhe eliminojmë mbetjet që depozitohen pastaj në mjedis. Nëpërmjet këtij projekti kemi synuar jo vetëm të shtojmë një gjatësinë dhe ripërdorimin e karrigeve tona me rrota, për shkak thash të një mungese të madhe të ofrimit të tyre nga shteti dhe nga institucionet përkatëse, por në njëjtën kohë mbrojmë mjedisin dhe faktori tjetër inovativ që ka sjellë ky projekt është se në të janë punësuar kryesisht edhe më së shumti persona me aftësi të kufizuar. Unë që jam edhe ideatorja e nismës, po edhe menaxheri i projektit jam persona me aftësi të kufizuar, po edhe koordinatorja, personi që merr telefonatat, nevoja, që ka të gjithë bazën e dënave, Kristiana, gjithashtu person me aftësi të kufizuar, dhe Flamuri, i cili kryen shërbimin, është po ashtu person me aftësi të kufizuar. Pra, gjithë projekti ka shërbyer jo vetëm tu shërbej të ngjashme ta, por njëkohësisht punësoj persona me aftësi të kufizuar duke fuqizuar ekonomikisht me pikë së pare. Ashtu siç e prisnin, projekti në fakt kanë sjellë në pa nevojën e madhe për riparim edhe mirëmbajtje të mjeteve tona ndihmëse, karrige me rrota, karrige dushi, shtretër edhe mjete të tjera, të cilat nuk ofrohen asgjë fundi, pra nuk ekziston një shërbim i tillë. Kuptohet me një projekt që sjell vetëm 4 muaj është e vështirë që të ngrish të mbulosh të gjitha nevojat, por ne kemi kaluar shifrën e 50 mjeteve, 50 personave të shërbyer, më shumë mjete ndihmëse të riparuara dhe të mirëmbajtura. Nëpërmjet kësaj nisme ne kemi synuar që të ndërtojmë një model i cili të mund të replikohet më vonë, të vazhdohet, pasi nga që kemi parë nga telefonatat edhe mesazhet e shumta, nevoja shumë e madhe nga që mund ne realisht të mbulojmë në vetëm 4 muaj projekt. Ne ju kemi shërbyer më shumë se 50 personave me aftësi të kufizuar nga Korça, në Shkodër, në Tibër, në Fier, në Vlorë, në të gjithë Shqipërinë, dhe urojmë që ky model të mund të vazhdojë, pasi nevoja për riparim dhe mbajtje të mjeteve tona ndihmëse është më së dukshme. Të qenit në kontakt me persona me aftësi të kufizuara, të cilët kanë nevojë për shërbimin e riparimit apo mirëmbajtjes së karrigeve të tyre me rrota, qofshin to manuale apo elektrike, ka qenë mbase deri diku e vështirë, sepse duhet që të japë sigurisht sa më shumë informacion rreth këtij projekti dhe duhet gjithmonë që ta saktësojë që është falas, sepse shpeshherë shumë prej tyre u trembe faktit që ky shërbim mund të jetë me pagesë, sepse thonë gjithmonë nëse do ishte me pagesë, sigurisht nuk do isha këtu. Është e vështirë mbase vetëm për këtë fakt, por është diçka shumë e bukur, sepse ti ndodhesh pranë komunitetit tënd, ndodhesh pranë një grupi të saktuar të cilët kanë nevojë për ndihmën tënde, dhe ti ndodhesh aty pranë për t'i dhënë shërbimin e duhur, për të riparuar mjetën e tyre që mbas ata mund të kenë shumë vite pa e prekur me dorë, pa e çuar diku, pa e parë, pa e kontrolluar. Sigurisht të sjellë një farë ndjesie çlirimi, sepse siç thash ti ndihmon shumë persona me anë të këtij projekti, ke këtë mundësi tashmë që ti ndihmosh, dhe jo vetëm ata që ndodhen në zonat urbane, por edhe në ato zona rurale që është shumë e vështirë për të shkuar atje.
dhe për t'i parë nga afër dhe për t'i ndihmuar nga afër. Neve në projekt kemi edhe një djalë që ai shkon në qytetin, në rrethin apo në fshatin ku ata ndodhen dhe i shikon nga afër mjetet ndihmuese që ata kanë. Dhe u japim shërbimin aty ku ndodhen pa qenë nevoja që ata të vinë në Tiranë apo të televizin diku tjetër. Sigurisht sepse pjesa e transportit është shumë e vështirë për ta, duke qenë se mungon vetë karrige me rrota apo karrige e tyre me rrota është e dëmtuar. Kjo iniciativë që është marrë nga Fondacioni Së Bashku sigurisht ka pasur shumë dobi edhe për mua sepse më ka bërë që të ndihem më e përfshirë, të jap kontributin tim, të bëj më të mirën time, të ndodhem sa më pranë njerëzve të ndryshëm. Madje kam njohur të shumë persona të ndryshëm që shpeshherë më kanë munguar ato kontaktet të personave të tjerë që janë me karrige dhe me rrota si unë. Ky projekt u ka dhënë mundësi shumë personave me aftësi të kufizuara që të punojnë për persona me aftësi të kufizuara, siç është ajo shpreha jo për ne pa ne. Pra, jo për nuk duhet të bëjmë gjë për persona me aftësi të kufizuara pa qenë vetë ne që e ndjejmë në kurrizin ton duke pasur një aftësi të kufizuar. Dhe ky projekt vërtet më ka dhënë mundësi që të bashkëpunoj me persona të tjerë me aftësi të kufizuara, gjë që fatkeqësisht nuk e gjej shpesh. Por që ky projekt më ka bërë që ta shikoj komunitetin tim me një sy tjetër tashmë, sepse po rastis me persona që janë vetë me aftësi të kufizuara dhe janë pjesë e këtij projekti, pra janë kolegët e mi. Dhe kjo gjë më bën shumë të lumtur, sepse për shumë kohësh nuk shikoja shumë persona me aftësi të kufizuara që kishin dëshirën në një punë apo që kishin mundësinë për të gjetur një vend pune diku. Kështu që gjëja më e mirë e këtij projekti është që ne po punojmë për persona me aftësi të kufizuara duke qenë vetë persona me aftësi të kufizuara. Përshëndetje. Unë quhem Flamur Balaj, person me aftësi të kufizuar. Kam marrë një nisëm për të riparuar mjetet ndihmëse për njerëzit me aftësi të kufizuar, pra karriget elektrike dhe karriget mekanike. Këtë nismë kemi marrë në gjithë Shqipërinë dhe kemi shkuar në çdo shtëpi të gjithë personave me aftësi të kufizuar që kanë thirrur nevojën për të rregulluar mjetet e tyre. Unë mësova nga kjo përvojë fal fatkeqësisë time, pra ku më ra halli për të qëndruar një karrige me rrota dhe mu të ndeshëm me problematika teknike. Dhe duke mësuar, duke riparuar vetë, sepse më thriste nevoja, mësova që të riparoj dhe t'jem zgjidhësi i problemeve të personave me aftësi të kufizuar për këtë gjë. Kjo është një nismë që është promovuar për herë parë në Shqipëri. Unë si mekanik e dhash idenë që mund të ofroj këtë ndihmë bashkë me vllajën tim që më ndihmon, ndihmës mekanik dhe ai. Këtë gjë kemi promovuar prej 2 muajsh në Shqipëri dhe kemi lëvizur në çdo qytet të Shqipërisë. Nga Gjirokastra në Korçë, nga Korça në Shkodër, Lezhë, Laç, Fier, Vlorë, Tiranë, Durrës e shumë qytete të tjera do të shkojmë përsëri, aty ku është nevoja, pasi personat na kontaktojnë nëpërmjet rrjeteve sociale, na thonë gjërat që kanë nevojë për t'i rregulluar, dhe ne vim në ndihmë, pra bëjmë blerët online, siç janë rrota, krah tansor, këmbaleca, kapartona, gomardare, shumë gjëra të tjera që kanë nevojë.